Është shumë urgjente dhe serioze, por i takon partisë së parë që të bëjë zgjidhje këtë kuptone. Partitë tjera nuk kanë numra, si duket pas partia parë numrat e nevojshëm. Kemi dhënë një propozim që të bëhemi bashkë dalim për kësaj krize, se turp është marrë që apo ndodh këtu. Më shumë se kaq edhe kas mund të bëj. Nuk ka çantë magjike edhe kaq që të zgjidhë gjitha problemet. Duhet kompromis, duhet të ulemi të bisedojmë, të flasim për zgjidhjen eventuale që duhet Republikës Kosovë. Duhet marrëveshje politike, e kuptoni, s'është procedurale. Procedura po përdoret për të komplikuar dhe për shpërfaqjen e betejë artificiale. Kush i ka fajt e kush s'e ka fajt. E vërteta është e vetme dhe është e thjeshtë, i kik 48 deputet. Po në çfarë fuqie politike është me pas 48 deputet. Dhe nuk i në gjendje me ul me dikën, me bë zgjidhje për me bë shumicë dhe thua se kjo s'është urgjencë, kjo tregon çfarë gjendje jemi. Prandaj mos pritni për këtë magjisë s'mund të bëjë gjë të tilla.